Të mësojmë të bëjmë durim. Nuk ka dyshim se ne si krijesa kalojmë një jetë të mbushur me ndodhi dhe situata ku shumë prej të cilave janë të paparashikueshme, sepse ne nuk e dim gajbën. Shpeshherë ndodhemi keq, herë të tjera na godasin fatkeqësi, si dhe vazhdimisht kemi nevojë për diçka e cila do të na ndihmojë të ecim drejt Allahut. Të gjitha këto ka nevojë për një cilësi të madhe, e cila duhet jetë prezent tek çdo njeri prej nesh, dhe kjo cilësi është durimi. Allahu na ka treguar për këtë realitet, na ka bërë të qartë se sa kemi nevojë për durim dhe gjërat me të cilat ne do të përballemi. Ju, me siguri, do të sprovoheni në pasurinë e në jetën tuaj dhe do të dëgjoni shumë fyerje nga popujt që ju është dhënë libri para jush, si dhe nga paganët. Por, nëse ju duroni dhe ruheni nga të këqijat, atëherë kjo është vërtet përcaktuese e çështjeve. Surja Ali Imran 186. Durimi është pjesë e besimit ton, sepse me anë të tij ne i përmbahemi urdhrave të Allahut, kufizohemi nga ndalesat e tij dhe i bëjmë ballë të papriturave të kaderit. Allahu për shkak të kësaj vlere që ka sabrit e domosdoshmërisë së tij, na drejtohet dhe thotë: O besimtar, kërkoni ndihmë për veten nëpërmjet durimit dhe namazit. Në të vërtetë, Allahu është me të duruarit. Surja Al-Bekare 153. Nëse të godet një dhimbje, mos mendo se je i vetëm. Ti sigurisht që ke ku të marrësh shembull. Nëse sprovohesh me fatkeqësi, do të gjesh histori të tilla që do t'japin zemër dhe kuraj për të duruar. Kur mos mendo se durimi është cilësi e cila kërkohet vetëm prej teje. Jo, nuk është kështu. Të gjithë duhet të durojmë. Madje kjo gjë është kërkuar dhe njeriut dhe krijesës më të lartë Muhamedit alayhis salam. Prandaj, ti bëhu i durueshëm, o Muhammed, ashtu siç kanë duruar me këmbgulje të dërguarit e vendosur. Sura Insan 24. Nëse vëlla ti o motër, ke marrë përsipër të ftosh njerëzit në fenë e Allahut, por ke hasur në mosdëgjim, moskokçari apo dhe injorim, të them duro, bëj pak durim nga durimi i Nuhut alayhis salam, i cili plot 950 vite duroi arrogancën, sharjet dhe ofendimet e popullit të tij. Ai tha: O Zoti im, unë e thirra vërtet popullin tim, natë e ditë, por thirrja ime edhe më tepër i largoi nga e vërteta. Sa herë që i thërrisja për t'i falur ti, ata shtinin gishtrint në vesh dhe mbuloheshin me petkat e tyre, duke këmbgulur me mendje madhësi në mosbesim. Prandaj thirra me zë të lartë, më pas u shpalla edhe botërisht, edhe fshehurazi. Surja Nuh 5:7. Por kush ishte përfundimi i këtij durimi kaq të gjatë? Kështu, ne e shpëtuam atë dhe ata që ishin me të në barkën plot, kurse të tjerët që mbetën pas i fundosëm. Surja Shuara 119-120. Nëse ke humbur vendin e punës, të humbi pasuria apo një sëmundje e vështirë ka kapluar trupin tënd, të them duro, bëj pak durim nga durimi e Jubit, të cilit i humbi gjithçka që kishte, fëmijë, pasuri dhe pozit. E kur Allahu shikoi tek ai durim dhe vendosmëri, ju përgjigj: Kujtoje e Jubin kur ju lut Zotit të vet: Mua më ka goditur fatkeqësia, e ti i je më mëshiruesi i mëshiruesve. Ne ju përgjigjëm atij, i e larguam njerimin që kishte dhe ja kthyem familjen të dyfishuar në numër. Këtë e bëm nga mëshira jonë dhe që të jetë për kujtes për ata që na adhurojnë. Surja Anbiya 83-84. Nëse përballesh me probleme financiare, vua në brendësinë tënde kur sheh se fëmijët e tu nuk ushqehen si të tjerët, duro. Bëj pak durim nga durimi i njeriut më të mirë, të cilit i bën embargo dhe i izoluan për 3 vite me radhë, aq sa njerëzit që ishin me të rritur e fëmijë, hanin edhe gjethe pemësh në mesin e shkretëtirës. Bëj pak nga durimi i profetit tënd në shtëpinë e të cilit kishte raste për një muaj rresht, nuk ndizej zjarri, e ushqimit të cilit ishin hurmat dhe uji. Nëse njerëzit e tu më të shtrenjtë të kthejnë krahët, jo për ndonjë të keqe që mund ta kesh bërë, ti sërish bëj durim. Bëj pak durim nga durimi i Jusufit alayhis salam, të cilin vëllezrit e hodhën në pusë dhe e shitën si skllav, i cili qëndroi në burg për vite me radhë, thjesht për një akuzë të rreme, e jo për ndonjë krim që ai e kishte bërë. Bëj durim dhe mbështetu tek Allahu, se ai padyshim do të nxjerrë nga ndihmtar, ashtu sikur se nxori edhe Jusufin. Nëse të humbi afërmi apo drita e zemrës tënde, fëmia yt, bëj durim. Bëj pak durim nga durimi i Jakubit alayhis salam,
Kur I humbi biri I tij, edhe në këtë gjendje ai tha: "Unë po bëj durim, Allahut I kërkoj ndihmë kundër asaj që po tregoni ju." Nëse dikush padrejtisht e akuzon në nderin tënd apo familjes tënde, bëj durim. Bëj pak durim nga durimi I nënës së besimtarëve Aishes, të cilën hipokritët e akuzuan për gjëra të pahishme. Bëj durim dhe mbështetu Allahut, e të jesh I sigurt se Allahu do ta nxjerrë të vërtetën në shesh, ashtu si kur e nxori edhe për Aishen. Nëse familja të braktis për shkak të fesë tënde, për shkak se ti kërkon të jesh rob I denjë Allahut, bëj durim. Bëj pak durim nga durimi Musab ibn Umerit apo Ummu Habibes, vajzës e Ebu Sufjanit. Mos u thyej, ec përpara, e të jesh I sigurt se ke për të arritur atë që ata arritën. Nëse dikush kërkon të vërë në provë besimin tënd, apo kërkon që të shuaj besimin tënd, le të bëjmë durime ta përballojmë këtë situatë me besim dhe bindje në ndihmën e Allahut. Të bëjmë durim siç bën muslimanët e parë, nëna e Jasirit dhe babai I tij. Bëni pak durim nga durimi I Bilalit apo siç bëri profeti me të gjithë muslimanët e parë. Të jesh I sigurt se çdo gjë që të ndodh, edhe sikur ti të mos ekzistosh, kjo është feja e Allahut e Ai ka vendosur të jap nga dhënjimin asaj. O besimtar, bëhuni të durueshëm dhe nxiteni njëri tjetrin të jeni të tillë. Bëhuni të vendosur dhe vigjelent në vepra të mira dhe në ruajtjen e kufive, dhe kijeni frikë Allahun që të shpëtoni. Surja Ali Imran 200. Le të bëjmë durim sepse profeti alayhi salam ka thënë: durimi është gjysma e besimit. Durimi është dritë. Nuk I është dhënë dikujt dhuratë më e mirë se durimi. Le të bëjmë durim se Allahu I do durimtarët dhe është me ta, madje Ai për ta I jep shpërblim pa mas. Përgëzoj të duruarit, të cilët kur I godet ndonjë fatkeqësi thonë: të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi. Ata do të shpërblehen me bekim dhe mëshirë nga Zoti I tyre. Ata janë rrugën e drejtë. Surja El Bekare 155-156.